Faleminderit Taulant, nderuar kryeministër, nderuar koleg deputet, në emër të antarëve të shumicës parlamentare në Këshillin për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, dua të prezantoj sot raportin rekomandues tonin për shqyrtimin e kërkesës provurisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, për dhënien e autorizimit për arestimin, heqjen e lirisë së deputetes Belinda Balluku, depozituar në Kuvendin e Shqipërisë me datën 16/12/2025. Qënë kryetërës, më lejoni të falenderoj kolegët e mi në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve për përgjegjësinë dhe seriozitetin që kemi patur në trajtimin e kësaj çështje. Kemi diskutuar sigurisht në lidhje me relacionin dhe pretendimet e palëve në këtë Këshill dhe në përfundim kemi arritur në këtë raport rekomandues që unë do t'ju prezantoj sot në dakordësi të plot me njëri tjetrin. Nderuar koleg, sot që po diskutojmë këtë raport rekomandues, ka ndodhur një realitet i ri, pra jemi përpara një realiteti të ri juridik dhe institucional. Deputetja Belinda Balluku nuk ushtron më funksione ekzekutive si anëtare e Këshillit Ministrave, si pasojë e ndryshimeve në përbërjen e qeverisë në përputhje me nenet 95, 96, 98 dhe 102 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë. Për pasojë, masa e sigurimit personal e pezullimit nga detyra si anëtare e Këshillit Ministrave nuk prodhon më asnjë pasojë juridike reale, por në të njëjtën linjë arsyetimi, edhe narrativa mbi të cilën provuria e posaçme ka ndërtuar kërkesën për aplikimin e masave më të rënda të sigurimit personal, si rreziku i prishjes provave, i aratisjes apo i kryes së një vepre tjetër penale, mbetet thellësisht hipotetike për sa kohë lidhet drejt për drejti me ushtrimin e funksioneve ekzekutive që deputetja në fjalë nuk i ushtron më. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se paraqitja e këtij raporti përpara Kuvendit është një procedurë thjesht formale. Përkundrazi, ajo përfaqëson një përgjegjësi të drejt për drejt kushtetuese të Kuvendit të Republikës Shqipërisë, është një shprehje e respektit institucional ndaj drejtësisë, por mbi të gjitha është një detyrim ndaj qytetarëve shqiptarë që na kanë besuar përfaqësimin e tyre. Aq më tepër në një situatë kur kjo çështje, e cila në thelb duhet të mbetej një çështje e drejtësisë dhe vetëm e drejtësisë, është shndruar në mënyrë të padrejtë në një debat të mbingarkuar politikisht në sytë e opinionit publik. Në vend të një procesi të qetë dhe të rregullt ligjor, shpesh kemi parë përpjekje për ta zhvendosur këtë çështje në një gjykim publik, në një tribunal mediatik që bie ndesh me standardet e shtetit të drejtës dhe me parimin themelor të prezumimit të pafajësisë. Pikrisht për këtë arsye është e domosdoshme që ne, si shumicë parlamentare, të flasim qartë, të ndajmë politikën nga drejtësia, zhurmën nga faktet dhe gjykimin publik, nga procesi i rregullt ligjor. Të nderuar koleg, kërkesa e provurisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, në fakt, në rastin e deputetes Belinda Balluku, ndryshon nga kërkesat e tjera që kanë ardhur në Kuvendin e Shqipërisë për marrjen e autorizimit për arestim apo heqje lirie, kontroll banese apo kontroll personal, sepse nuk është një kërkesë për caktimin e një mase sigurimi për herë të parë. Nuk jemi në këtë rast. Kuvendit në këtë rast i kërkohet të zëvendësojë një masë sigurimi personal, efektet e cilës sot janë në fuqi ndaj deputetes Belinda Balluku, siç është ajo e ndalimit jashtë shtetit, të daljes jashtë shtetit, me një masë sigurimi më të rëndë, ato të arrestit për një vepër penale, për të cilën provuria e posaçme po heton që në gushtin e vitit 2024. Pra, jemi në kushtet kur kërkohet zëvendësimi i kësaj mase.
Zëvendësimi i masës referuar parashikimeve ligjore të kodit procedurës penale saktësisht në 260.3 mund të kërkohet në 2 raste. Kur janë rënduar nevojat e sigurimit, ose kur personi ndaj cilit është saktuar një masë sigurimi personal nuk ka respektuar masën e vendosur nga gjykata. Rasti i dytë, në rastin e kësaj kërkese përjashtohet deputetja Belinda Balluku, siç provohet nga relacioni i prokurorisë posaçme dhe arsyetimi, faktet dhe provat që ajo ka bashkangjitur këtij relacioni, provohet qartësisht se e ka respektuar në mënyrë korekte masën e sigurimit personal atë të daljes jashtë shtetit. Kështu që në vlerësimin tonë si Këshill ngelet vetëm rëndimi i masave të sigurimit për ato shkaqe që ka listuar në kërkesën e saj prokuroria posaçme, që ka të bëjë me shtimin e episodeve të veprës penale, rrezikun e prishjes provave, rrezikun e ikjes apo rrezikun e kryesës së një vepre penale më të rëndë. Edhe vlerësimi i anëtarëve të Këshillit të Shumicës në këtë raport rekomandues u referohet pikërisht të tyre kërkesave. Por më lejoni që në kryetëherës të jemi qartë për opinionin publik se Kuvendi nuk ka kompetencë gjykojfajësinë dhe as zëvendësoj gjykatën në këtë procedurë. Kuvendi ushtron një filtr kushtetues dhe në vlerësimin ton ky filtr nuk mund të jetë formal. Ai përbën një mekanizëm thelbësor për ruajtjen e balancës institucionale dhe respektimin e rolit që kushtetuta i ka dhënë pushtetit legjislativ në raport me pushtetet e tjera.